Përshëndetje njerëz, sot do shkojmë në Londër dhe dua t'ju marr dhe juve me vete, po përpara se të vazhdojmë rrugtimin bashk, dua t'ju kujtoj të më bëni një subscribe, like dhe share nëse akoma nuk e keni bërë. Dhe ju që e keni bërë dhe nuk merrni njoftimet, se më shkruani që nuk merrni njoftim nga videot e mia, mos harroni të shtypni dhe zilën. Kemi ardhur në Harrods. Harrods është shopping center luks më i famshëm në të gjithë Londrën. Ndodhet në Knightsbridge. Të gjitha brendet luksoze ndodhen brenda kësaj qendre tregtare. Bëni gati të shikoni të gjitha brendet që njihni, sepse do ua tregoj një nga një. Ka mbi 330 departamente të ndryshme të modës, bukurisë, elektronikës, mobilje, ushqim, bizhuteri, për shtëpi edhe më shumë. Më bëri përshtypje se si ishin punuar muret nga brenda. I jepi një vibe të Ford vintage, klasik londinet. A jam e vetmja që ju rrej çantat klasike të Gucci-t me këto zgaravinat kështu, apo kam në ndonjë tjetër? Ky parfumi është the best për tipin e lëkurës time, më mban shumë mirë edhe më mbante shumë gjatë. Erdhem te Bakarat Rush, kam ardhur vetëm për kuriozitet se e kam bërë wow. Mua nuk më duk një wow, t'ju them drejtën, për çmimin që ka nuk e justifikonte fare. Kur dola nga dyqani, mendova hajde se më janë bllokuar hundët nga aroma, por kur i mora ajër dorës, prap nuk kishte ngel pik arome tek unë, ndoshta nuk është për mua. Por ta shpenzosh 365 pound në një shishe 50 ml për një parfum që nuk do të mbaj, është më mirë shkoni ta provoni se sa të porosisni online. Ishte komplet alkool, 100% mund ta them, pa mu dridhur që piku fare, jo se nuk ka mundësi ta blej. Për shembull, ai Miu Miu në Boots ishte 110 pound 100 ml më ofertë, kurse në Harrods ishte 145 pound 50 ml. Shikoni pak dekorim e të gjithë ambientit këtu në Harrods brenda që ishte një vibe vintage. Të kthente pas në vite, sidomos ashensori kur futa isha wow. Ashensori të vjetër në stil klasik brass, kanë kol, kanë atë prekjen e ngrohtë shumë vintage. Të dukej vetja në Londër të viteve 1900. Ishte kaq vintage, kaq e bukur, kaq e veçantë. U zbritëm poshtë tek ushqimi edhe mora këtë ujin që ishte, duke që ishte organik dhe i bër vet, dhe çokolladat ishin diku 5 pound, do ju kaloj tek rrushi më i shtrenjtë në univers, që kushton 75 pound një bistak. Nuk e di çfarë ka ky rrushi më shumë se rrushat e tjerë, por kam parë disa review në TikTok që thonë që është i njëjtë. Edhe ky ushqimi ishte i përballueshëm nga xhepi im, bashkë me shishën. Kalojmë tek parfumi më i overrated, si ta themi, e kanë mbi vlerësuar. Ishte kot fare, ca aroma të shpifura. Do kalojmë rrugës për në Winter Wonderland. Në fakt u nisëm për të vajtur në Winter Wonderland, po duhet i kishim prerë biletat dhe nuk gjetëm orare të lira. Thjesht i nxitova pak pjesën jashtë. Pash Annabelle. Annabelle ndodhet në Mayfair London dhe është një private members club. Ju sugjeroj të shkoni, mos e lini pa shkuar, është ambient shumë i bukur. Mirë është të shkoni ditën që të kapni ndonjë foto personale, sepse parku natën është i bukur. Erdhëm në Selfridges, nuk e kapa dot pjesën brenda sot, por do ju marr nesër me vete. Selfridges po ashtu është një ndër qendrat tregtare më luksoze në Londër. Dita e dytë në fakt, edhe po ikim në Selfridges. Shkuam dje pak në darkë, ku kam treguar pjesën jashtë, po sot do ju tregoj një aktivitet që po bëhet nga data 10 deri me datën 13. Shpresoj që nesër ta jep këtë video dhe ta shikoni, që të keni mundësi që të shkoni me fëmijët e juaj. Bëhet Santa këndon muzik, numëron nga 10 në 1 që të hidhen konfeta dhe është shumë fani për fëmijët. Dhe ka marrë gjithë të rrugën për të çuar Anitin, se do jetë shumë fan. Dhe Aniti sa më shumë që rritet, aq më shumë i ndjen festat, i ndjen gjërat që ndodhin rreth nesh, dhe dua që ta bëj të lumtur, pse jo, dhe thash t'ua tregoj dhe juve, të bëj pjesë të këtij blogu. Kismet nesër do bëjmë shtëpinë me gingerbread në Anitin, se ka shumë dëshirë të marrë pjesë që ta ndërtojmë bashkë, dhe duam në këtë video. Nevojë me të vërtet për ndihmë, shiu i ftohtë, Katalea nuk duron tot as këpuc, as çorape, i kam në dorë dhe më ka ngel vetëm t'i ngrej kështu. Oh, hello, jam mami përgjegjshëm, goca ime i ka çorape, ti ka këpuc. Kur të zbrisni poshtë këto shkallat e Christmas shop, bëuni gati që fëmijët t'ju kërkojnë çdo gjë të mundshme, sepse ishte komplet pjesa e Disney-t. Ul këtu se do bëte foto, edhe Katalea që thoshte dua dhe unë. Kaluam pak te Van Cleef dhe ishte shumë e bukur e varsja, shumë e madhe, kush e di sa do kushtonte. Katalea ishte shumë, po shumë e emocionuar nga pemët, nga zbukurimet.
kishte ngjyrë që nuk e prekte me dorë. Kaluam dhe të pjesa ku ishin blerjet e Krishtlindjeve, pra këtu ishte Christmas shop. Shikojeni pak sa gjigante kjo pema, sa e bukur. Ishin në shitje të gjitha zbukurimet për vitin e ri. Është dreri kë. Mama, can we buy something door? Bëca kohë që çdo gjë që shohim për fëmijët vegjël, kemi në listë Baby Duan, do blejmë çdo gjë për Baby Duan. Pema? You liked it? Kjo është veshja ime, sepse isha vetëm me 2 kalamajt dhe nuk mund të vishja asgjë tjetër përveç se kësaj që ishte më komod. Katin e 4 ishte kjo pjesa e Mickey Mouse-it dhe gjitha zbukurimet e bukura, tani po presim babagjyshin. Unë nuk i festoj Krishtlindjet, por nëse ka një sezon që unë e dashuroj këtu në Londër, është dhjetori. Atmosfera magjike dhe mdritat janë një ëndër. Nëse dikush më thotë se s'di çfarë të blej për dhuratë, ja ku e rrugës isha nisur për të TK Maxi, po pam këtë dyqanin dhe thash Anit, do futemi të shohim zbukurimet dhe tha, "Oh yes, mommy, and he'll love this." Shikoni pse them që është magji Londra për Krishtlindjet dhe vitin e ri. Erdha te TK Maxi dhe me vrap shkova tek seksioni preferuar, tek kujdesi ndaj lëkurës. A gingerbread house. For who? For the gingerbread man. Okay. No, for the penguins. For the penguins? Yeah. Okay. Are you gonna eat it? No. Why? Because it's for the penguins. It's for... okay. Because penguins... A bën të flasim shqip të kjo No, video? mommy, no. For me. A të flasim shqip? But it's for me. Është për mu. It's for me, and we're gonna make a dry one so we can eat Do it ta for bëjmë madhe, ourselves. që ta hapë për vete. And mother so we can have for vete, and you're gonna cut it pieces so we can eat it together. Okay. A më në thush kështë shqip? Thuj, do ta bëjmë thuj ta haun për vete. The bosses the hand vete. Aha. Dhe thuj ta presim cop. The person chop. Aha, dhe ta shijojmë. The shield. Okay. Qa ka këtu brënda? Sprinkles! Yummy sprinkles. I like sprinkles. The board. Flok the board. I like it. I like flock the board. I like that. And there's another one. Kemi dhe ngjitsen. Ah! Qa janë këto? These are big circles. Big circles. Janë për qatin. Dhe këtu kemi And gingerbread. Yes. Yes. Okay. No eat it. Do bëjmë shpin. Po. Okay? How did it cut it into pieces? Ha? How do you cut it like this? Nuk e kam prej unë, ne I blevëm gati. A I bletëm gati? Yeah. These are so strong. Sa ere me I veka. Mom, can we eat that? Jo. When it's finished, can we eat it? Ta ndërtojmë njerë. Po, Ti bëjmë dhe foto? po, and then, Pastaj mund ta ham. puta. A na sjell babi pak një gëshër? Na asiston pak babi? I will do it for you. Këtë këtu. Niti, you hold that one. Mos e hat lutem. Prit të ndihmoj unë. Kështu. Mbaje? Mbaje Lea? Thank you very much. Mom, this is magic. Let me hold it there. Like this. Shtaj vënë pak icing here. Vën ice here. Okay. Tani e ka radhën Lea. Kape Lea. Good job. Yeah. Tani mbaje Niti. Ha, ashtu dhe. Bravo. Where's Jessica Chap? Hmm? Where's the gingerbread house? Yeah. It's like, it Kam looks bëj like, gabim duket. what? Please. Mbaje këtu Niti. Okay. Kjo këtu duhet. Kështu. I'm gonna do Prit, it by nëse shtyp myself. shumë. Do me bë vetë? Po? Hiqe dorën.
Prit pak ta shoh mami, e kam sakt? Okej. Po. Okay, no, this. It's my turn. Bravo. Niti. It's my turn. And do it. Ta bëjmë bashk. No. E bëjmë bashk. No, okay. Aha. It's my turn. Yes. And I'm doing it. Oh, no. It's my turn. Hiqe dorën Lea, please. Thank you. This is the best house. Yeah. Ah, fute këtë këtu. Okay. Fute këtë këtu. We're almost finished. Yes. Jatia. Finished. No, it's a mini sprinkles. Hiqe dorën Lea. Is she doing there? Sorry. What can this be? Sugar.